njëri prej imamave të parë të muslimanëve kur ka dalë në pazar, se ka pa që ata pazargjit po e njohin shitësat e pazarit, ka ik prej atij pazari e u shku me një vend tjetër ku nuk e ka njoft kërkush edhe ka thonë nuk blej me fen teme kur gja. Të kuptimin, jo po shkak të fesë teme me ma dhanë ma lirë, jo pse jam imam me ma dhanë ma lirë, jo pse jam imam me ma pagu ushqimin, jo kështu o musliman, nuk blej me fen teme kur gja. Në atë kohë nuk i ka njoft, veç ata që janë marrë me dije i ka njoft imamat, edhe ata nështë ka një për ta për kurse ka pa, tash hala para se me ngu e sheh, nështë heq se ngan, po kur t'ja shef tyren e din që kjo është e imami. Ama e jamja me këta po du me thano musliman, na ka sprovu Allahu me këta, mi po ti kujdes, në qofë se ti shit, jepi hakin shitjes tane, ama pse është imam, kor mos ja zbret çmimin, ose mos ja fal. E në qofë se e ki fqi, ose si kusheri, ose si mishteri regullt, ja jek një pazar të vëcër, atër në regull, ama pse nje si imam, kor mos ja hek as një cent, heq. Nuk ka nevojë musliman, por shkak se na shtin barq te feja jon, e kjo është barq i shtirë. Ma mirë kam barq te ti, se sa te feja. Ty ka të kaloj të jepi, ama kur të më shtish barq te feja jam, kjo është bararan, këta s'don me bajt një musliman i mirë. Kështu, si kur kjo imam, kanë qenë musliman të partë, e kanë rruket pazarin, vese kanë jovë në të pazar. E lusëm Allah në azugjel në rujtë.